Kurani nuk mund të jetë një libër që ti mund ta lësh për tokë. Ne dim domethënë që Kurani famlar peshon jo vetëm nga përmbajtja e tij, jo vetëm nga përmbajtja, por domethënë e ka krijuar Allahu xhelal xhelal të tillë që edhe në shpalljen e tij ka qenë i rëndë. Ndaj dikur kam thënë domethënë do ta them vazhdimisht, Kurani nuk mund të jetë një libër që ti mund ta lësh për tokë. Sepse ti ul veten, nuk ul Kuranin. Nëse do të shohësh sot se në një xhami Kurani lihet për tokë, tregon nivelin e atyre njerëzve. Kurani ka ardhur për të qenë lart. Madje dikur kur njerëzve u kërkonin të betohenin, e pyesin domethënë, je i pastër ose je pastër për meshkujt apo për femrat? Dhe nëse i thonte po, ja vendosë Kuranin në kokë. Betohu pra. Betohu, ose me vendos dorën mbi Kuran. Por ishte më edukative që me ja vendosë në kokë Kuranin famlar. Dhe duhet një respekt me librin e Zotit. Duhet një respekt me dërguarin e Zotit.